Kujt do t'ja merrte mendja se vetëm duke konsumuar speca djegës ju do të trajtonit këtë sëmundje. Speca djegës ka në përmbajtje të lartë vitaminën C, më shumë se të gjitha frutat ose perimet të tjera, ndërsa gjenden edhe me sasi të konsiderueshme të vitaminës A, K dhe B. Sipas Healthy Food, do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i specave djegës në dietën tuaj. Speca djegës janë kryesisht të këshillueshëm në receta parandaluese për infarktet dhe për sëmundjet kardiovaskulare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tyre do të ulë nivelin e kolesterolit në gjak, do të ndihmojë zemrën dhe do të ndihmojë punën e arterieve të gjakut. Farat e specit djegës përmbajnë gjithashtu element që lehtësojnë edhe një sër komplikacionesh dhe mund të përmbajnë gjithashtu nivelin e lartë të djegësit të tyre. Speci djegës nuk janë përdorur normalisht kundër depresionit, edhe në Indi thuhet se speci i kuqdjegës stimulon dhe pastron gjakun. Me specin e kuqdjegës mund të dobësoni edhe peshën e tepër dhe të humbisni disa kile. Kjo lidhet me uljen e kalorive të shtimit të specave në ushqimin tuaj. Nëse një pjatë me makarona zakonisht ka 350 kalori, nëse shtoni speca djegës, kjo shifër shkon në 300 kalori, sepse ju do të hani më pak. Speci djegës nuk këshillohet të konsumohet nga personat që vuajnë nga patologji si ulçra, probleme të cisteve, hepatite dhe hemoroidet. Të vegjëlit nën 13 vjeç duhet të jenë të kufizuar dhe të evitojnë plotësisht atë nga dieta e tyre. Gjithashtu edhe për grashtat zana ose ato që ushqejnë fëmijën me gji, nuk rekomandohen speca djegës. Kremrat ose locionet që kanë në bazë specin djegës mund të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e nyjeve tuaja dhe mund t'japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Speci i kuqdjegës është përdorur prej mijëra vitesh në trajtimin e një sër komplikacionesh. Edhe sot ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në dietën e përgjithshme. Përdorimi i specave djegës në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në arritjen e vlerave të trupit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përdorni specin djegës në dietën tuaj, duhet të dini edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ai mbar. Kështu do ta keni më të lehtë të merrni përfitime të tij dhe të lehtësoni gjithashtu një sër komplikacionesh. Sipas Elside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet më të mira të përdorimit të specave djegës në dietën tuaj. Këtu përfshihet urti, llapia, problemet e stomakut, temperatura, probleme me tretjen, fryrja, çrregullime hormonale të vjella dhe bajame. Gjithashtu, speci djegës është një recetë shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Speci i djegës, sipas të dhënave, përmirëson shëndetin e zemrës. Konsumi i tij, sipas Elside, ka ndikime të menjëhershme në qarkullimin e gjakut, në enët e gjakut, në arterie, gjithashtu edhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë e cila do të sjellë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret në industrinë farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave djegës ul tensionin e gjakut dhe pengon gjithashtu edhe problemet e trompozave. Këto probleme mund të shkaktohen edhe nga ataku në zemër. Speca djegës përmbajnë element mjaft të mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e problemeve të tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të lehtësoni komplikacionet e tyre, përfshiheni specat menjëherë në dietën tuaj. Speci djegës është një burim i pëlqyer i karotenoideve, antioksidantëve të tyre ushqyes shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit, në parandalimin e komplikacioneve dhe lehtësimin e inflamacionit. Sipas informacioneve të Elside, speci i kuqdjegës përmban sasi të larta të elementeve ushqyes dhe gjithashtu lehtëson problemet tuaja. Dy lugje me speca djegës në varietetin Plur ofrojnë 14% të dozës rekomanduar të vitaminës A. Përveç kësaj,
Specat e kuq djegës përmbajnë gjithashtu vitaminën C, vitaminën A, vitaminën K, mangan, fiber dietike, çka do të luajë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg një sër komplikacionesh, speci djegës mund të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Por si ta përdorni specin e kuq djegës? Speci djegës mund të përdoret ose i thatë ose i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, në gatime me mish, në supa dhe fasule. Niveli i nxehtësisë së specit mund të minimizohet duke hequr disa prej farave. Farat duhet të hiqen duke përdorur doreza dhe duke shmangur kështu edhe kontaktin me syt. Disa i mbajnë, disa nuk bëjnë dot pas specat e kuq djegës në regjimin e tyre ushqimor. Por çfarë e bën specin kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale si pastrues është pikërisht ky përbërës i veçantë që jep rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit. Kapsaicin është një përbërës aktiv në shumë lloje, përfshirë këtu edhe specin e kuq djegës. Pikërisht ky përbërës u jep shije djegëse, shpjegon Jamie Allan, profesor i farmakologjisë dhe toksologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuq djegës, sipas dietologes Alisa Ramsey. Por cilat janë përfitimet tashmë nga konsumi i specave të kuq djegës? Specat e kuq djegës do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e përfitimeve të trupit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Për shkak se kapsaicin rrit lehtë temperaturën e trupit, speci kuq djegës mund të nxjisë gjithashtu edhe metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve për shkak të reduktimit të quajtur substanca P, një kimikat I cili mund t'jap shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni më pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni edhe më të shëndetshëm. Specat e kuq djegës përmbajnë shumë antioksidant. Antioksidantët, ato substanca që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira, gjenden me shumicë te specat e kuq djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar të radikaleve të lira, sidomos edhe dëmtimin e shkaktuar nga kolesteroli dhe trigliceridet. Specat e kuq djegës ndihmojnë gjithashtu edhe me kongestionin, japin rezultate përkatëse pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Specat e kuq djegës përmbajnë kapsaicin, një element I cili ndihmon edhe në zvogëlimin e problemeve të tilla. Ato përmirësojnë edhe qarkullimin e gjakut. Kapsaicina ka të dhëna që tregojnë se mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe të ndihmojë në këto raste. Produktet pikante, duke përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegjen në stomakun dhe urthin pasi hani specat e kuq djegës, duhet të bëni kujdes me sasinë. Ushqimet pikante të specat e kuq irritojnë zorët tuaja dhe mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Gjithashtu, specat e kuq djegës mund t'i përfshirin alternativa të ndryshme për të marrë edhe vlerat e tyre ushqyese për mbrojtjen e shëndetit. Kapsaicin vepron edhe te metabolizimi I yndyrnave duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Një studim I fundit nga Chinese University I Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Kërkuesit ushqyejnë edhe me përdorimin e specave djegës në shëndetin e tyre që kishin rezultate më të mira në nivelin e kolesterolit. Ekspertët cilësojnë specin e kuq djegës si një zgjidhje mjaft të mirë edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi I saj sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në shëndetin tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.